Një zjarr ka përfshirë katin e parë të një apartamenti në fshatin Gru të Re si pasojë një shpërthimi të një pajisje me gaz. Në momentin e shpërthimit në banesë ndolli vetëm djali i familjes 13 vjeçar, i cili fatmirësisht ka shpëtuar pa lëndime. Një zjarr ka përfshirë katin e parë të një apartamenti në fshatin Gru të Re pas shpërthimit të një pajisjeje me gaz. Ngjarja ka ndodhur gjatë orëve të paraditës duke shkaktuar panik në lagje dhe dëme të konsiderueshme materiale. Në momentin e shpërthimit në banesë, ndolli vetëm djali 13 vjeçar i familjes, i cili fatmirësisht ka arritur të largohet në kohë dhe ka shpëtuar pa lëndime. I zoti i shtëpisë Ndue Rethaj ka treguar momentet e para pas marrjes së lajmit dhe gjendjen në të cilën ndollet banesa pas zjarrit. Ai u shpreh se dëmet materiale kapin vlerën e rreth 3 milion lekëve. Rethaj gjithashtu ka edhe një apel për institucionet përkatëse. Kom shku te puna, kam çu djali pe zhumit, ka marrë me xe ushqim, edhe ka fi gazin thotaj, edhe ka shkundom ka han, vetëm kur ka pa timin se ka dalë jashtë, pa shishe vetëm. Se kam pas edhe të smur me gripe me zane, se kam qasë në shkollë, ka dalë e thirë ka shqitë, mu kam 20 i qamenë, kanë arë ka shqitë, shosnia, të tanë, më kanë fikse, ajo, edhe zjarë fikse ka orë shpejt bolë, se më thanë të so që më gënë tu, shumë falënes prej aty një prej jush e prej tanëve. Po ka dalë, sa ka patimi ka dalë. Zodja ka manë se kam pas dhe në tjetën krahtanim, e ka dalë ka i tjetë, po me djali mrenë. Po bubla ka kanë jashtë, po. Zora e vazi ka kanë me fjallë e hapun mërën. Po shumë dame ka vazë. Ka shkaktu, po masim ka pështu djali, të në dërgoritin. Po normal se me ka punet, që këna me bon? Ka ndollë vetëm djali, gruja në bon, ka punet me marrë, ka shatë bukalajo. Kënë mundë si jo kusht, që kom me i thonë kurkuj, se shkom mundë i thonë kurkuj, se që kush ka halët e veta, problemet e veta. Po normal se i ka punet, jam me qakur, në i di her punet, herës punet. Shteti ma shumë, saj privati se më ka gjanë bëqë. Shtetin mund një mojë gjanë, pas një borës, një mojë prape pas borës. Po shazotën, ka shku të 2-3 milion që ma domene kanë shku materiale si kanë shku krejt totalisht që qamenë. Në vendngjarje kanë bërritur me njëherë shërbimet zjarëfikëse të cilet kanë ndërhyrë me shpejtësi për të vënë nën kontroll flakët dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në pjesët e tjera të ndërtesës. Fatmirësisht, ngjarja nuk ka pasur persona në njerëz, por ka lënë pas dëme të mëdha materiale. Autoritetet po hetojnë për të përcaktuar me saktësi shkaqet e shpërthimit.